Kjo video është pak ndryshe nga që jeni mësuar të më shihni zakonisht. Dua të ndaj me ju dy gjëra që po më shqetësojnë shumë. Po filloj me të parën. E para është që dje rastësisht po flisa me një mikeshën time në kamerë dhe më tha që Samir ke bërë, tha që ke hapur një account YouTube-i, tha, dhe aty jam habitur, kam thënë unë nuk kam account YouTube-i, thash, nuk kam fare account YouTube-i, që account YouTube-i po më thua. Dhe tha, si ka mundësi, tha, unë tha, pashta që ti kishe hedhur video, tha, ma dërgo pak, i thash, dhe është kjo këtu që po ju tregoj me screenshot, dikush ka hapur një account YouTube-i në emrin tim. Tani, e kuptoj dhe është shumë normale që disa njerëz mund të afeksionohen me mua, dhe që po kam zgjedhur vetë të jem një figurë publike, si videot e mia t'i kem publike, si fotot e mia po ashtu t'i jem publike, deri këtu çdo gjë është okay dhe jam dakord. Jam dakord deri në momentin që kjo gjëja trajtohet si portues nga ana juaj. Pra, jam dakord deri në pikën kur ju jeni suportuesit e mi. Nuk jam dakord në pikën kur ju përdorni emrin tim, imazhin tim dhe videot e mia dhe hiqeni si unë duke mashtruar shikuesit si kur jeni unë. Kjo është e gabuar, kjo nuk është normale. Është tjetër gjë ta suportosh një njeri dhe është tjetër gjë që ti marrësh videot, fotot dhe të hapësh një account dhe të hiqesh si kur je ky njeriu kur në fakt ti nuk je ky njeriu. Kjo account që është hapur në YouTube nuk jam unë nuk kam account YouTube i fare. Për mua ky është një veprim shumë i shëmtuar. Nuk mund të hiqesh si dikush që s'je, e para. E dyta, kjo që keni bërë ju, ai person që e ka hapur është vepër penale dhe unë po i bëj thirrje me anë të kësaj videos që ta mbylli atë account dhe mos të hiqet sikur jam unë, sepse unë kam për ta ndjekur në çështje ligjore dhe premtoj që do ta ndjek në çështje ligjore. Mos më testoni. Aq e mirë sa jam, aq e keq e bëjmë dhe kur cënohem atje ku nuk duhet. Unë nuk mund të lejoj askënd kushdo qoftë dhe nëna ime të jetë të përdori emrin tim për të mashtruar shikuesit. Prandaj kushdo qoftë ti që e ke hapur këtë account, po të kërkoj si njeri ta mbyllësh. Në të kundërt, u betova dhe premtoj që do merrem seriozisht me këtë gjë. Gjëja e dytë është që këto ditë kemi dëgjuar shumë për protestën që ka ndodhur, protestë që ka ndodhur vetëm në Tiranë dhe këtu në Vlorë nuk është ngritur askush që të organizojë një protestë dhe nuk më vinte fare mirë për këtë gjë, domethënë, por kur mora vesh që sot do organizohet në Vlorë një protestë në orën 6 në Lungomare, fillon marshimi deri tek sheshi i Flamurit, u gëzova shumë. Shpresoj që të vini të gjithë. Shpresoj shumë që zëri jon të dëgjohet mjaftueshëm. Nuk mund t'i lëm të na përdhosin si du doj qefi. Ashtu siç ua kemi dhënë vetë ne pushtetin atyre që janë në pushtet, ashtu dhe ne mund t'i rrëzojmë. Vendi jon nuk është domate që ta nxjerrim në shitje dhe të na ndryshohet ligji brenda natës. Prandaj, nëse nuk paraqitesh në protestë sot, atëherë nuk ke të drejtë të ankohesh fare për asnjë gjë. Sot kemi nevojë të mblidhemi me njëri tjetrin më shumë se sa kurrë. Paçim.